Europa përfshihet nga vala e nxehtësisë ekstreme. Europa jugore dhe perëndimore po përballet me një val intensive të nxehtit edhe gjatë kësaj fundjave, ndërsa temperaturat ekstreme po thyen rekorde sezonale dhe po vënë alarm autoritetet në disa vende të kontinentit. Franca ndodhet në nivel alarmi portokalli. Qytetet kryesore të Italisë janë alarm të kuq, ndërsa Spanja dhe Portugalia po regjistrojnë temperatura që ofrohen ose tejkalojnë kufit historik. Të dhënat satelitore të programit evropian për klimën Copernicus tregojnë se vala të nxehtit ka përfshirë një pjesë të madhe të kontinentit me temperaturat më të larta të përqendruara në Europën perëndimore dhe jugore. Në Francë, temperaturat e larta kanë shkaktuar probleme dhe në infrastrukturë. Në një periferi të Parisit, shinat e tramvajit janë deformuar nga nxehtësia ekstreme, ndërsa në kryeqytetin francez termometri ka shënuar 34-35 gradë Celsius, të shoqëruara me lagështi të lartë dhe kushte mbytëse. Në disa rajone të vendit, temperaturat kanë arritur deri në 38 gradë Celsius, ndërsa pjesa tjetër e Francës vijon të ndikohet nga fenomeni ashtu quajtur kupola termike.